Marina Orikumi ishte mik pritse e një prej ngjarjeve që u zhvillua për herë të parë në Shqipëri, Panairi Detar Ballkanik. Ky event është i rëndësishëm për industrinë detare dhe synon që të kthehet në një pikë takimi të përvitshëm për të gjithë të apasionuarit e detit, si dhe bizneset që merren me industrinë detare dhe ato të jahteve. Rreth 60 kompani vendase, rajonale dhe europiane u bën pjesë e këtij panairi duke ofruar produktet dhe shërbimet që përfaqësojnë, por edhe për të shkëmbyer eksperiencën mes tyre. Si shoqata detare italiane ne përfaqësojmë 99% të marinave në Itali. Ne besojmë se Bregdeti shqiptar është shumë premtues për industrinë detare dhe jahtet. Na dhe jemi sot në këtë event për të nxitur turizmin detar që të rritet më tej. Veçanërisht bregu midis Vlorës dhe Sarandës është një pozicion shumë interesant për investime, si ky ku ne ndodhemi në Marina Orikum. Pjesëmarrës dhe gjitha prodhues varkash dhe gjithë to portet të rëndësishme nuk është kaq e lehtë. Rëndësia e këtij aktiviteti është tek fakti që sektori është një sektor i parëndësishëm sot në ekonominë shqiptare, por në momentin që ky sektor merr hovin e dur, do të ketë një të ardhura shumë të mira për ekonominë tonë. Pas hovit që ka marrë turizmi vendas, duket se tani është koha për të fokusuar në investime elitare, si dhe për të nxitur ekonominë blu, e cila është në fillesat e saj në Shqipëri, por me një të ardhme shumë premtuese. Në Shqipëri ka filluar blerja e jahteve, do filloj siç ishte dikur blerja e makinave, që të gjithë shkuan morën makina të vjetra, tani kanë kaluar te të rejat. E njëjta gjë do ndodhë dhe me jahtet, kështu që neve duhet të mësohemi me këtë gjë. Në panairin 3 ditor të zhvilluar në Marina Orikum nuk munguan dhe demonstrimet ujore nga komanda e qendrës polumbare shqiptare. Dy efektiv janë duke kryer një operacion në New York që stimulojnë kërkimin për dhe gjetjen e municionit pa plasur ose municioneve të tjera në zonat ku ne operojmë. Por një event i tillë mbar dhe një tjetër rëndësi, ai është një mundësi për investitorët e huaj që duan të hyjnë në tregun detar, por edhe në tregun e real estate-it. Të dy tregjet përfaqësojnë turizmin elitar, aty ku synohet të shkohet në të ardhmen. Grupi Concord Investment, mbështetës i një eventi të tillë, erdhi në këtë marinë me një projekt ambicioz që do të zhvillojë më tej zonën, duke sjellë një standard të munguar në tregun turistik. Atë që ne implementuam në San Pietro, atë që po implementojmë në San Nicolas në Palas, aty do ndodh nesër në Arameras. Kjo marinë, si thua, e shton atë larmishmërinë që Concord Investment ka fokusin tek pasuritë e paluajtshme, të cilat në Shqipëri në këto momente, siç edhe keni informacion, kanë arritur në një nivel goxha të mirë, fal interesit të jashtëzakonshëm, por fal edhe investimeve dhe fal edhe projekteve të cilat janë të realizuara dhe të kuruara në çdo detaj. Panairi Detar Ballkanik nuk është vetëm një event për dashamirësit e detit apo për bizneset e kësaj fushë. Ai është një sinjal tregues se ku duhet të fokusohen investimet për të patur një turizëm të qëndrueshëm dhe elitar dhe për të mos mbetur në lojën e shifrave turistike.